Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur tarifa të reja të importit për 60 vende, përfshirë Maqedoninë e Veriut, me tarifë prej 33%, që do të thotë se importuesit amerikan do të duhet të paguajnë tarifë shtesë në vlerën e 1/3 së malrave, e cila pritet të zvoglojë eksportet nga vendi në SBA. Eksportet kryesore të Maqedonisë në SBA janë duhani, veshmbathjet, hekuri dhe çeliku. Qeveria thotë se masat e tilla nga SBA-t nuk do të kenë ndikim të madh në vend, por siç thuhet në deklaratën e tyre, kanë plan të përgatitur për tejkalimin e gjithë situatës. Nuk ka nevojë për panik, as për reagime dhe konkluzione të nxituara. Kjo është diçka që është paralajmëruar gjatë kohë nga kjo administratë dhe asnjë vend nuk ka mbetur jashtë, as partnerët më të vjetër dhe më tradicional të SBA-s. Kjo është përpjekje për t'i rinegociuar marrëdhënie tregtare në botë, diç që ishte e nevojshme. Për disa është goditje, por për disa do të thotë mundësi, thon nga qeveria. Ekspertët thonë se masa të tilla përbëjnë tërmet si për Evropën, ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut. Ata shtojnë se kjo është goditje e rëndë për biznesin. Nga oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thonë se si vend mik i SBA-s, qeveria duhet të marrë masa. Nga rajoni, Serbia është prekur me shkallën më të lartë prej 37.2%, e ndjekur nga Bosnia e Hercegovina me 35% dhe Kosova dhe Shqipëria me nga 10%. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, tregtia e Maqedonisë me SBA në vitin e kaluar ka qenë mbi $315 milion. Në të njëjtën kohë, eksporti nga Maqedonia në SBA ka arritur në $118.2 milion.